60 ditë që e plakën Edi Ramën, sa nuk e kanë plak 62 vjet jetë. Edi Rama është 62 vjeç, por kur nuk është duk kaq i plakur sa në 62 ditët e revolucionit të flamingove. Sot bëhen 60 ditë që qindra mijëra shqiptar protestojnë me një fjali të vetme në gojë, Rama jepet dorëheqjen. E kanë bë edhe si këngë, si slogan. Nuk ka ndodhur kur kjo më përpara me kryeministrat në 35 vite. Nuk kemi pas revolucion të tillë kundër një kryeministri. Është hera e parë që në fakt krijohet edhe kontrasti i duhur mes shqiptarëve, mes qytetarëve dhe përfaqësuesve të tyre në Parlamentin e Republikës. Se do më ka bë përshtypje shumë sot edhe lista e deputetëve që kanë lexuar marrëveshjen $300 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po e përmend këtë sepse do të bëj prap një paralelizëm që kam bërë edhe herë të tjera, që Edi Rama ngjan me autokratët e vet, si vëllezërit e vet, me Gaddafin, me Ben Alin e Tunizis, me Miloševićin, pra në mënyrën e përshkrimit protestave të qytetarëve, se si i cilëson ato, dhe me jetë gjatësi në një revolucioni për ta rrëzu nga pushteti një autokrat. Pash listën, pra thash, pash listën sot, edhe ishte shumë interesante. Nuk e ka lexu, pra derisa s'ka firmën, siglimin, që e kam lexu këtë dokument dhe do ruaj konfidencialitetin, nuk e ka lexu Ministri i Mbrojtjes i Republikës. Nuk është emri Ermal Nufit në listën e deputetëve që të Partisë Socialiste që e kanë lexuar dhe e kanë firmos marrëveshjen, pra dokumentin e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara. Nuk është emri i kreut grupit parlamentar. Nuk është emri i Taulant Pallës, pra. Nuk është emri i pjesës më të madhe të kabinetit. Kjo tregon edhe një herë se çfarë kanë shqiptarët për përfaqësues në parlament. E kanë votu 74 deputet Partisë Socialiste marrëveshjen, dhe mes tyre e kanë lexu vetëm disa deputet, 19 deputet më sakt, pjesa më e madhe e tyre anonim si deputet. E ka lexu Besnik Brahimi, për shembull, është deputet i Partisë Socialiste, se kam dëgjuar ndonjëherë si emër. E ka lexu Lindita Nikola, Hysen Buzali, prap deputet i panjohur, Igli Hasani, ky Torollaku që ishte një ministri i jashtëm. E ka lexu Elisa Spiropali, e ka lexu Bujar Rexha, prap emër i panjohur, Ilirian Pendavi, jo kush e di se çfarë, Shkurt Lasku, krejt i panjohur. E ka lexu dhe Tërmet Peçi, po diskutoja edhe me një mik sot, edhe më tha, po Tërmeti është kuadër i vjetër, kështu që në rregull Tërmeti.
e ka lexu ky Dit Bido, Erion Mile, e pa njohur krejtësisht, Zamira Sinaj, e pa njohur krejtësisht, Aulona Bylikbashi, po thuj se e pa njohur, Adi Qose, po ashtu, e ka lexu kjo që i thërret Edi Ramës Brand, Milva Ikonomi, që ka emrin si Ilash Robash, e ka lexu Elton Korreshi dhe ky s'është i njohur shumë, Admir Kadeli dhe sigurisht e lash për në fund e ka lexu Briseida Çakërri. Kjo në fakt vetëm ka shku ka hedh firmën, se nuk besoj kur që mund ta ketë lexu marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara për $300 milion hua, sepse kjo është ajo deputetja që propozoi ligjin për shkatrimin e zonave të mbrojtura dhe këtyre limaneve detare që kanë qenë pjesë e ushtrisë për t'u dhënë oligarkëve. Edhe kushdo që e ka pa e mban mend që ajo propozoi ligjin, i shkuan gazetarët te hyrja e parlamentit dhe kanë na thuj diçka për ligjin që ke propozu. Kështu se kishte iden fare, pra ajo thjesht kishte firmos, i kishin vënë emrin e kësaj, ja ka firmos as ka firmos vetes merr vesh. I kishin vënë emrin e kësaj ligjit edhe ja çun. Kjo tregon që deputetët nuk përfaqësojnë popullin. Pra këta janë thjesht përfaqësues të krimit, të bizneseve, të oligarkëve dhe kuptohet zarat kryetarit partisë. Po si është e mundur që të votosh një marrëveshje kaq të rëndësishme dhe mos ta firmos ministri i mbrojtjes, mos shkojnë ministri i mbrojtjes atje, mos shkojnë kryetari i grupit parlamentar të partisë më të madhe në vend, të 83 mandateve. Mos shkojnë të firmosin dokumentin që e kanë lexu, qoftë edhe formalisht si kjo Briseida Çakërri, të gjithë deputetët të 74 ata që ngritën votën, dorën për vot pro në parlament. Kjo tregon pra edhe një herë që Edi Rama është sot i certifikuar autokrat absolut. Bëjnë propagandë, marrëveshja me Amerikën, marrëveshja kështu, marrëveshja ashtu, dhe nuk shkojnë ta lexojnë. Kështu nuk i kanë lexu këta asnjë ligj që kanë votuar deri tani. Ligjet për vjedhjet me investitor strategjik, ligjet për zonat e mbrojtura, ligjet për porosi me emër të veçantë për oligark të caktuar. Pra asnjë ligj nuk shkojnë këta ta lexojnë sepse këta nuk dinë, ta janë ignorant, ta janë mediokër. Dhe kjo e tregon edhe një herë, e barazon Edi Ramën edhe në ditë, pra në revolucionet që kanë zgjat mbi 60 ditë, si revolucioni portokalli kundër Viktor Janukovicit në Ukrainë, revolucioni Kadife kundër këtij Ben Aliut në Tunizi, kundër Gaddafit, kundër Miloševićit. Pra sot ky është i certifikuar 60 ditë qytetarët në protestë kundër një autokrati i cili ka shkatru parlamentin. Dhe fakti që prandaj e përmenda këtë që s'kan lexuar çka kanë votu, e tregon sepse në këto vende ku janë bërë këto lloj revolucionesh me ngjyra, i mbështetur nga Soros si Portokallia në Ukrainë, i mbështetur edhe ky kundër Ben Alis, pra ishte ajo pranvera arabe, ashtu sikurse edhe ky sot i revolucioni i flamingove, e ka pozicionuar Edi Ramën në rang me këta lloj autokratësh. E ka vjetruar Edi Ramën ky lloj, aq sa nuk është vjetruar Edi Rama në 62 vjet jetë, që për herë ka rishpik veten e vet, sepse ka pas mbështetjen e Sorosit, ka pas mbështetjen e ndërkombëtarëve sepse i blente me para, edhe e rishpikte veten mbrana një shoqërie që nuk interesohej shumë se ç'a ndodh, nuk interesohej deri dje se s'kishte para, se s'kishte bukë të hante, se kishte vesh mbathjet më të shtrenjta në Europë, se kishte ushimet më të shtrenjta në Europë, pagat më të ulta në Europë. Derisa erdhi ky revolucion dhe në një moment që këtij ka rënë mbështetja ndërkombëtare, është kategorizuar nga Sorosi si bukshkal, besprem,
po është vënë në lup edhe nga Trumpi sepse i ka impliku familjen me narkotrafikun dhe është nuk di të rishpik më veten e vet. 60 ditë një kontrast i jashtëzakonshëm mes qytetarëve që dalin në bulevard, goca të reja, çuna të ri, të moshës mesme, po edhe pensionistë që artikulohen për natë atje, njerëz që nuk kanë më frikë dhe njerëz që e tregojnë një kontrast qartë që ata nuk përfaqësohen në parlament, sidomos nga Partia Socialiste. Unë nuk e përjashtoj edhe nga Partia Demokratike ka deputet plot mediokër e idiot që nuk e di pse janë në parlament, por po flasim për këta që kanë mazhorancën dhe komandojnë parlamentin dhe bëjnë ligje në parlament. Ajo mas njerëzish që del natë për natë në bulevard nuk përfaqësohet nga këta njerëz që votojnë marrëveshje qorrazi, votojnë ligje qorrazi. E kam përshëndet edhe pse e shoh një farë ndroje te opozita, e kam përshëndet qëndrimin që ka majt këtë herë. Edhe më ka befasu me thënë drejtën, por ky duhet të jetë një qëndrim, pra është një qëndrim parimor dhe i vendosur mbi principe. Nuk jemi kundër marrëveshjes, sigurisht s'ka pse të jenë kundër marrëveshjes me SBA-n. Le të ndodh marrëveshja kur kanë 10 miliarda euro këta në 13 vjet pushtet, le të bëhet një marrëveshje që ndoshta ka një farë kuptimi në kuadër të NATO-s që mos na nxjerrin edhe nga NATO fare. Pra se me këto men që ka Edi Rama të nxjerrin edhe nga NATO ata. Por amot le të bëhet në mënyrë të lishme, le të bëhet në mënyrë kushtetuese. Edhe gjykata kushtetuese duhet ta hedh poshtë këtë marrëveshje, të vinë sipas rregullave në parlament, diskutohet sipas rregullave, le ta ruajnë konfidencialitetin, mos e nxjerrin ke publiku, po të paktën t'ia bëjnë detyrim 140 deputetëve ta lexojnë se s'bën. Jo kështu, e lexojnë 19 veta, nuk e lexon ministri i mbrojtjes, nuk e lexon kryeministri i vendit se s'ka firmos, nuk e lexon kreu grupit parlamentar, ose edhe në paçin lexuar kanë lexuar në mënyrë të palishme atëherë. Sepse 74 vota, 74 veta që e kanë votu, nga të cilët vetëm 19 e kanë lexuar, kjo është turp, është vesh duart në kokë. Prandaj ai shesh atje e ka thellu kontrastin dhe e ka evidentu edhe më shumë se parlamenti jon duhet prish, duhet shpërbë. Dhe ata pranaj kërkojnë ndërheqjen e Edi Ramës, edhe nuk ka për të shpëtuar Rama nga ky revolucion, unë e kam bindje të plot në shtator këtu do të bëhet nëmi derisa Edi Rama ta dorëzojnë. A do e dorëzojnë me të mirë, a do e dorëzojnë me të keq, do ta shohim. Por palaçolliqe të tilla, siç kanë nxjerrë sot mediat proqeveritare që opozita është kundër Amerikës, është një turp, është një fllihësi e madhe, ka për t'i plas në dorë, ma jeni me, ka për t'i plas në dorë Edi Ramës kjo që bëri. Një marrëveshje në formë të tillë edhe në mënyrë të tillë, pa transparencë, pa rregull. Ma jeni me në këtë. I thonë da jetë beshirat e këta që dalin ke Sokol Balla. Ky është i vetmi në muajt e fundit, i vetmi vendim shumë dinjitoz që ka majt opozita shqiptare dhe në këtë lartësi duhet të qëndroj edhe gjykata kushtetuese që ta hedh poshtë dhe të vinë në mënyrën e duhur, të miratohet, ose as unë jam kundër le ta miratojnë, por të sipas rregullave, jo sipas shefeve të Edi Ramës, që kërkon që me paratë e shqiptarëve të blejnë influencën amerikane. Kjo nuk duhet ndodhë dhe shumë mirë e ka bërë opozita që ka majt këtë qëndrim që ka majt. Ka folë sot shoku Erjan Braçe, ka shku ke Erla atje ka folë, edhe prap si mjush që është ankohet se kush e nxjerr llafin që këtë e bë Edi Rama për një lek e degeneron në mbledhjet e grupit parlamentar. Ky thot kush nxjerr llafin nuk thot që Edi Rama është i poshtër
më ka thënë kështu, më ka thënë ashtu, e unë jam deputeti i zgjedhur nga votat, nuk jam deputeti i listës, e kujton, nuk ka pikë dinjiteti. Nuk ka pikë dinjiteti si deputet. Po edhe ky, që po si mjeshtër i ligjeve, që po si mjeshtër i opozitës brenda mazhorancës, pra opozitar brenda mazhorancës, nuk e ka lexu marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ama sot e ka pranu të paktë që Mërna PS-s ka fillu të vlojnë dhe të ketë përplasje të brendshme. Ama kur e pyet kjo Erla, siç pyet Erla që imiton Blendi Fevzin, mos është Edi Rama që ta ka nxjerrë, jo, thot pranon, pra lideri nuk e prek, ai sa i ka hallin vetëm të qenit deputet. 60 ditë pra revolucion, i parin 35 vite në Shqipëri, që e ka rënu, e ka plak Edi Ramën, nuk ka më ide, duket si një plak i lodhur, i rrëgjuar, që s'di si të sillet, don përsërit batutat para 20 vjetëve, akuzat para 20 vjetëve, nuk ka majt asnjë premtim që e ka bën 2013, se mas 2013 se këtej ky nuk ka bën më premtime, vetëm i ka vjedh zgjedhjet, vetëm i ka vjedh. Në 2013 ka pas premtime, ka pas program politik dhe ekonomik, nga i cili ka dështu në mënyrë spektakolare shëndetësia falas, e ka shkatru shëndetësin falas, ky që shpiku termin atëhere që shante nart ndokën si ministër shëndetësie, që thoshte e shkatroj, shëndetësia në kohën e nart ndokës krahasu me shëndetësinë sot kohën e Edi Ramës ka qenë 100.000 herë më mirë, ky e shkatroj për interesat spitaleve private, nuk ecën përpara shëndetësia publike sepse nuk e lën spitalet private, me Klodallaj Bera dhe me shok, prandaj është shkatru, prandaj ne nuk bëjmë dot analiza, prandaj ne nuk bëjmë dot kontrolle me pajisjet që duhen, nuk marrim shërbimin e duhur, analizat shkon e i bën miliona euro e ja jep ortakes vet Vilma Nushit, ky shkatroi arsimin, erdhi me premtime të mëdha për arsimin, ky shkatroi administratën publike. Shihni ata të rinj që dalin në shesh, protestuesit, goca çuna të rinj të aftë, nuk janë administratë publike shumica atyre, sepse nuk pranon administrata publike njerëz të aftë dhe njerëz të ditur. Pranon vetëm ignorant, servila dhe njerëz të paformuar mirë mendërisht, që ti sundojnë, ti komandojnë dhe ti përdorin si patronazhist. Sigurisht ka dhe njerëz të ndershëm, ka dhe njerëz të mirë administrata publike, por shumica e tyre janë kështu. Prandaj edhe sot ai nuk shpik dot më asnjë, nuk e riprodhon, nuk e rishpik veten e vet në siç ka bën në vazhdimsi, sepse kanë dalë njerëzit, nuk tërhiqen më dhe shtatori ka përqen intensiteti i plakjes se Edi Ramës nga ky revolucion, nga revolucioni i flamingove, intensiteti i plakjes në shtator ka përqen edhe më i madh. Ka për ta rënu komplet si figurë. O do ik me të mirë, o do ik me të keq, pastaj do ta zgjedh vetë ky, se si do ik, a do ik si Gaddafi, a do ik si Janukovici, apo do ik si Ben Ali, apo si Miloševići, puna vet. Do e zgjedh vet. Por që është plak, edhe fizikisht, edhe mendërisht, edhe politikisht, nuk ka pas kryeministër tjetër më të plakur për 2 muaj se sa Edi Rama në 35 vite pluralizëm. Revolucioni në ditën e 60. Në ditën e 60, për 60 ditë e ka plak Edi Rama sa që nuk e ka plak koha, mosha në 62 vite jetë. Shifemi.